Mazha përkujtoi 558 vjetorin e vdekjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në ndërim të kësaj ngjarje historike për kombin shqiptar, autoritetet lokale, përfaqësues të institucioneve dhe deputet të Partisë Socialiste bën homazhe pranë memorialit të Gjergj Kastriotit. Veprimtaria nisi me gjëmën e burrave. Një rit që u ndoq nga Lek Dugaxhini me burrat e tij për të treguar pikëllimin e thellë për këtë humbje të madhe për shqiptarët. Me na prine per epoca, stërën ty kur në loka, e na vdik qoftë për sa t'jen toka. Oho! Historiani Paulin Zefi solli në vëmendje jetën dhe veprimtarinë e Gjergj Kastriotit deri në momentet kur ai ndorroi jetë. Kronika të referencën në çastet e fundit përpara se të jep të shpirt, Gjergj Kastrioti Skënderbeu shtrëngoi edhe një herë shpatën e vet, puthi flamurin e tij rrezatues, duke shqiptuar këto fjalë, për fjalët e fundit. Lam të mirë arbri, Zoti ju kujdes për ty, ashtu si për shpirtin tim. Në vitin 1921, Jacques Bocart shkruan se pikërisht në Lezhë, në këtë kështjell të vjetër, ky ka qenë historian francez që ka vizituar Lezhën personalisht, aktualisht të rënuar dhe me pamje tragjike, se kështu e jepte përshtypjen atij, duke lidhur me ngjarjen e vdekjes kryeheroit, vdiq ky luftëtar i madh, i cili në mbar Europën bëri të famshëm emrin e shqiptarit dhe për më shumë se 20 vjet, një sundimtar i vogël, pa mbështetje dhe pa mik të sinqert, dhe se ngjallte frikë dhe të alatet e tij, bëri që ushtrit e fitimtarit e Europës, pas Sultan Mehmeti II Fati, të tërhiqen përballë tij. Autoritetet vendore dhe përfaqësues të klerit katolik u shprehën se shembulli i Gjergj Kastriotit duhet të na udhëheqë edhe në ditët e sotme. Lezhë është vendi ku u shënua bashkimi i shqiptarëve dhe ku prehet përjetësisht vepra e heroit ton kombëtar. Këtu kujtesa nuk është vetëm histori, por amanet. Amanet për unitet, liri dhe dinjitet kombëtar. Skënderbeu mbetet busulla morale e kombit shqiptar, shembulli i sakrificës dhe i qëndresës, frymëzimi i përhershëm për brezat që vijnë. Gjergj Kastrioti mbetet simboli më i lartë i qëndresës, i luftës për liri dhe i identitetit ton kombëtar. Por njëkohësisht ai ishte mbrojtësi kryesor i qytetërimit evropian perëndimor nga orditë e kohës së atyre viteve. Vërtet kjo është një ditë zije, por njëkohësisht është një ditë krenarie, ku të gjithë shqiptarët, anë mban globit, edhe jashtë trojeve tona, përulen me respekt të thellë para figurës së Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Gjergj Kastrioti frymëzon në zemër teme, po edhe tjerëve, besoj që i bashkëdojmë lirinë, besimin, bashkimin. Pra këto janë vlera cilat duhet t'i çojnë përpara, ai kalon amanet dhe ne duhet që t'ja ulëm amanet brezave të ardhshëm. Aktiviteti organizuar nga Bashkia Lezhë për 558 vjetorin e vdekjes së Gjergj Kastriotit u mbyll me një improvizim të figurës së tij në mbrojtje të atdheut.